Një 36 vjeçar humbi jeton pas një aksidenti në punë brenda një kantieri ndërtimi në zonën e Kunes në Shëngjin. Ngjarja ndodhi rreth orës 16:30 minuta të së enjtes, ndërsa viktim mbeti shtetasi Anton Zefi nga fshati Plan i Lezhës. 36 vjeçari ra aksidentalisht nga lartësia në një objekt në ndërtim, në vendin ku ishte parashikuar të instalohej ashensori. Viktima mori plagë të shumta në disa pjesë të trupit dhe gjeti vdekjen menjëhershme, ndërsa menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë bërritur shërbimet e policisë dhe të zjarfikses, të cilat kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupit të 36 vjeçarit. Ai u dërgua për ekspertizë mjekoligjore në morgun e Spitalit Rajonal të Lezhës, ndërsa në lidhje me rastin nisën menjëherë hetimet. Ekspertët e policisë po mbledhin çdo provë dhe dëshmi për të parë nëse janë respektuar rregullat e sigurisë në punë në objektin i cili ishte në ndërtim, e po ashtu në vend ngjarje kanë bërritur edhe përfaqësues të inspektoriatit të punës, të cilët po analizojnë rastin. Aksidentet në punë kanë qenë të shpeshta në zonën e Shëngjinit, ku vetëm në harkun kohor të një viti numërohen 4 viktima.